Mirë se vini në episodin e radhës të podcastit tim. Podcast me fiqin. Sot do të flasim për një temë që na ka prek të gjithë dhe çdo ditë, por që shpesh nuk i kushtojmë vëmendjen e duhur. Ushqimin dhe ndikimin e tij në mendjen, emocionet dhe vetdijen tonë. Shumë prej nesh e shohin ushqimin vetëm si kalori ose si diçka që duhet të menaxhojmë për të mbajtur një peshë të caktuar. Por e vërteta është shumë më e thellë. Për të folur mbi këtë temë, kam kënaqësinë ta kem me vete Hyrida Bashën, një dietologe klinike e cila vjen nga Shqipëria, por ka dhënë një kontribut të madh në edukimin mbi ushqimin e shëndetshëm edhe për gratë dhe vajzat këtu në Zvicër e diasporë. Hyrida ka ndihmuar shumë njerëz të ndryshojnë mënyrën si e shohin të ushqyerit. Jo vetëm për shëndetin fizik, por edhe për mirëqenien emocionale. Hyrida, mirë se vjen. Fiqin, mirë se të gjej, është vërtet një kënaqësi. Në momenti kur ti mendon se do shkosh në një shtet tjetër, do të duket vetja si një e huaj, por çuditërisht sapo kam zbritur e kam bjerë veten si në shtëpinë time, edhe ky podcasti po më duket vërtet si shtëpia ime, kështu që të falenderoj shumë për ndjesimin dhe emocionin që më ke dhënë. Faleminderit edhe nga ana ime. Hyrida, mund të na tregosh si filloi ky rrugtimi yt në këtë fushën tënde? Ndonjëherë njerëzit nuk e njohin çfarë është fjala manifestim apo vizualizim apo realizim i dëshirave, por për çudinë time në ato kohë isha e fokusuar dhe detajuar në mbajtjen e recetave apo përshkrimeve të çdo medikamenti të mundshëm që qarkullonte nëpër shtëpi. Dhe duke patur dhe mamin infermiere, deri diku isha shumë e përfshirë në terma mjekësor apo në situata që lidheshin me shëndetin. Patjetër, duke kaluar një fëmijëri pa njohuri nga mbi ushqyerjen e shëndetshme, mund të ndodhte që tek tuk të kishim probleme të tipit mungesë të hekurit apo probleme tjera me shëndetin. Duke u rritur, kuptova që biologjia ka qenë lënda ime e preferuar dhe kështu mendova që pse jo të mos marr një drejtim që lidhet praktikisht me të njohurit të trupit, por jashtë asaj që ne shohim në pamjen fizike. Dhe studiova biologji kimie, më pas një master të shkencave për biologji molekulare. Dhe kur dola prej aty, duke marrë parasysh që kjo shkencë do të më jepte mundësinë për të ecur përpara, por Shqipëria të ofron pak ndonjëherë, dhe e kuptova që edhe pse në vendin tim po ndihesha e huaj. Kështu ka pa momentin dhe thash, okay, unë në biologji molekulare nuk po gjendem, gjenetika lënda ime e preferuar në shkollimin universitar nuk po e zhvilloja dot ashtu siç doja dhe thash, unë nuk mund të gjej dot pse nuk po e zhvilloj, por duhet të gjej një rrugë për të shkuar diku tjetër dhe ndoshta ajo është ajo që më përket. Dhe kështu ndodhi, duke parë shembuj përreth, kuptova se në fakt unë mund ta lidhja shumë mirë studimin tim me ëndrrën time të fëmijërisë, duke e njohur edhe më shumë trupin dhe duke ndikuar mbi trupin me një armë shumë të fuqishme, e cila është ushqyerja e shëndetshme. Dhe kështu ndodhi, fillova të trajnohem, fillova të marr mësime autodidakte në fillim. Sigurisht bashkëpunimi në Shqipëri ishte pak i vështirë edhe për hir të terrenit jo shumë të zhvilluar si shkencë, si disiplinë e të tjera me radhë, madje por shumë kohë me radhë në Shqipëri kuptoj sikur dietologjia do të ishte thjesht diçka estetike, ndërkohë që jo është shumë shumë se sa kaq. E më pas fillova të studioj në master në Sapiencat e Italisë, dietologji të aplikuar dhe shkenca ushqimi.
Nuk u ndala me kaq, patjetër, sepse sa më shumë futesha në këtë fushë, aq më shumë e kuptoja që sa e paditur isha edhe sa shumë nevojë kishte njerëzimi për të kuptuar edhe më shumë si funksionon ushqimi praktikisht, jo vetëm për të menaxhuar peshën në shtim apo në rënje të saj. Dhe tashmë jam duke zhvilluar 2 doktoratura paralelisht, njëra prej tyre është në Sapienza të Romës, ka qenë edhe kjo një ndër ëndrat e fëmijërisë apo edhe e rriturës, sepse ndoshta në fëmijërinë nuk dim ku duam të shkojmë, thjesht shohim çfarë është e bukur. Dhe aty jam duke studiuar për tumoret neuroendokrinë dhe disfunksionin mitokondrial dhe çfarë roli ka ushqimi në gjithë këtë situatë. Ndërkohë në Shqipëri jam duke zhvilluar në vitin e dytë të doktoraturës mikrobiotën intestinale, sepse nëse duam të kuptojmë çfarë ndodh në organizmin tonë, 2 janë elementët kyç, është zora dhe mitokondria. Në zorë ne kemi portën hyrëse të të gjitha nutrientëve, nëse ne sillemi mirë në trupin tonë, ose portën hyrëse të gjitha toksinave, nëse ne nuk sillemi mirë në trupin tonë. E po aq, e rëndësishme është dhe mitokondria, një organem i cili trashëgohet vetëm nga nëna, sa interesante është. Dhe është një termocentral energjie, kështu që ku do të shkonim pa energji dhe pa ushqyerje të mirë. Kështu nisi rrugëtimin dhe sot jam këtu duke folur. Vërtet një rrugëtim shumë i bukur. Ushqimi si mjet për shëndet, energji dhe vetdije. Ka një thënie që më ka bërë gjithmonë përshtypje. Ti nuk je ajo që ha, por ajo që përthit nga ajo që ha. Është vërtet një përthënie shumë e mirë. Në fakt po, shpesh thuhet, ne jemi çfarë ham, ti je çfarë ha, kështu më radh, por po ta mendojmë, unë duke qenë që jam dhe shumë e fokusuar në mënyrën se si zora është ndërtuar dhe se si ushqimi kalon nga ajo portë në trupin tonë, kupton që jo, nuk është çfarë ham, sepse nëse ti ke një zorë të dëmtuar, nëse ti nuk ke një sistem të enterik neuronesh të zhvilluar, nëse ato mikrobe të shëndetshme nuk janë në balancën e duhur apo në diversitetin e duhur, ti nuk arrin dot të përtithesh. Dhe nëse ti nuk arrin dot të përtithesh, sigurisht që ti nuk mund të jesh i shëndetshëm. Kështu që duhet praktikisht të kujdesesh së pari për të marrë ushqimet e duhura në mënyrë që kjo zona të bëhet e shëndetshme dhe më pas ti ta quash veten unë jam çfarë ha. Sepse jo të gjithë ne lindim me informacionin e një ushqyerjes apo me edukimin apo kultura, traditat të vendeve ku jetojmë dhe rritemi. Por në një moment caktuar kur e kuptojmë si funksionon e gjitha, atëherë ti kupton që je çfarë përthith. Dhe në momentin që ti arrin ta bësh këtë proces ose ta komandosh këtë proces, jo të komandoj ty, atëherë ti vërtet ja ke dalë mban dhe trupi jo do të të falenderojë për gjithë jetën, jo me fjalë, por duke qenë gjithkohës energjik, vital edhe rikuperues në situata të ndryshme. Unë shpesh e dëgjoj po pse ju dietologët nuk sëmureni, sigurisht që po, ne jemi qenie njerëzore, jemi edhe ne vulnerabël ndaj virozave e kujdo tjetër, por ajo çfarë kemi vërtet një as në mend është pikërisht kjo ushqyerja e shëndetshme e cila na ka rritur sistemin imunitar në mënyrë që ta përballojmë pak më lehtë nga gjithë pjesa tjetër e popullatës. Kështu që duhet të konsumojmë vërtet ushqim cilësor. Shumë bukur edhe e ke shumë e vend. Pra nuk është vetëm çfarë konsumojmë, por si e përpunon trupi dhe mendja jonë atë ushqim. Hyrida, si ndikon ushqimi në trurin ton dhe në gjendjen ton emocionale? Fillimi i pyetjes ishte shumë i rëndësishëm sepse këtu duke dëgjuar me kujdes ne kuptojmë se në fakt është një vetdije apo një nënvetdije e mënyrës se si ne ushqehemi. Kohëve të fundit është folur shumë edhe për ushqyerjen intuitive, që mund edhe ta prekim gjatë bisedës, por ka shumë rëndësi se sa ne fokusohemi tek ajo çfarë po konsumojmë. Sa shpesh na ndodh të konsumojmë ushqim duke lëvizur nëpër shtëpi, apo duke bërë gati për familjen, apo duke bërë fëmijën gati për shkollën në mëngjes, para laptopit, në telefon e kështu me radhë. Në këtë moment ne po ham, por nuk po ushqehemi, sepse truri jonë nuk është fokusuar ende për këtë proces dhe nuk është gati për të kryer procesin ashtu siç duhet. Dhe e kemi kuptuar që pasi ka ndodhur kjo ngrënia kështu në këmbë, kemi thënë sa jam fryrë, bëbu sa hënga. Në momentin që ne nuk kemi të përqendruar dhe të fokusuar tek pjata, ne nuk komandojmë dot as sasinë, as cilësinë e produktit që jemi duke vendosur. Unë shpesh e kam thënë që ka një rrugë shumë të rëndësishme për cilën duhet patur gjithmonë mendja dhe duhet vendosur hapi vetëm kur e shohim semaforin e shi. Dhe ai është çasti ku ti e merr ushqimin nga pjata dhe vendos në gojë. Nëse ti arrin ta komandosh me mendje këtë proces, sigurisht do të jesh shumë i sigurt që brenda trupit tënd ke vendosur ushqimet e duhura. Praktikisht, unë jam gjithmonë kundër konsumit të ushqimit
në mënyrë të pavetdijshme, edhe për të shmangur sasinë, por edhe për të shmangur cilësinë, por edhe për t'i dhënë trupit kohën e duhur për të perceptuar veprimin që është duke kryer dhe duke i dhënë mundësi zorrës që të zhvillojë atë serotoninën dhe dopaminën që janë dy hormonet për të cilat ne vërtet kemi nevojë, pra hormonet e mirëqenies dhe të lumturisë. Dhe pavarësisht se gjithmonë mendojnë se është truri ai që e krijon lumturinë, unë po ta them që është zorra ajo që krijon lumturinë, sepse serotonina në gati 80% të saj formohet aty, ashtu si kundër edhe sistemi imunitar formohet aty. Kështu që nëse ti nuk e ke vendosur trurin në atë proces, në atë program, sigurisht që kjo serotonina do të vonojë prodhimin e saj, ose ndoshta ai përcjell si kryesor i telekomunikacionit ndërmjet qelizave dhe ndërmjet neuroneve të tjera, nervi vagus, që përsërish një temë shumë interesante, nuk do të marrë komandat e duhura dhe patjetër nuk do të përcjellë dhe mesazhet e duhura. Shumë e bukur. Yrida, me që e ceke kjo, do më thonë trupi e din vetë se çfarë do, edhe shumë njerëz nuk janë të vetëdijshëm për këtë pjesën. Si mund ta kuptojmë ne që trupi vetë kërkon diçka, ushqim, do më thonë një ushqim caktuar? Sepse shumë njerëz e kanë këtë frikën që ndoshta kanë ju vjen një dëshirë për të ngrënë diçka, por nuk e marrin sepse kanë frikë nga shtimin e peshë. Pra, unë për shembull kam lexuar një libër të ushqyerit në mënyrë intuitive dhe nga aty jam bërë shumë e vetëdijshme edhe aty kam kuptuar se çfarë do thotë vërtet ushqimi intuitiv. Pyrita të ushqyerit në mënyrë intuitive. A mundesh të na tregosh apo të na shpjegosh mirë ose sadopak si ta kuptojmë domethënien e të ushqyerit intuitiv? Është një ndër trendet e fundit, si dhe një ndër diskutimet e fundit, por unë kam idenë që nëse një individ arrin të bëjë një ushqyerje intuitive, është në shkallën më të lartë të njohjes së vetes. Sigurisht ne kemi dhe ushqyerje emotive, e cila është në rast të stresi, në rast të emocionesh të forta, në rast të euforie, pra gëzimi, kërkojmë të konsumojmë diçka. Kjo është një gjendje emocionale apo? Është emotive. Pra është me natyrë emocionale. Ndërkohë që hajmë në mënyrë të pavetdijshme. Të pavetdijshme, çfarë të dalë, me kripur. Okej, çfarë të vjen kështu? Çfarë të vjen, sikundër. Kemi dhe rastin kur po mund të konsumojmë një ushqim çfarë na vjen, por nuk jemi të ndikuar nga emocionet. Në këtë rast jemi duke dëgjuar një thirrje që trupi bën. Në një postim timin kam shkruar trupi ynë flet. Po ti shumë i mençur apo? Po, është më i mençur se sa ne e mendojmë dhe është ai që na drejton pavarësisht se ne mendojmë sikur drejtojmë atë. Po. Në momentin që ne mendojmë sikur drejtojmë atë, ose kemi njohur veten shumë mirë dhe ja dimë pikat e dobta dhe të forta të trupit ton, ose vërtet kemi arritur në shkallë të vetdijes që arrim të menaxhojmë situatat. Dhe në momentin kur ne konsumojmë ushqim në mënyrë intuitive, do të thotë që shkalla e vetdijes ton, e njohjes së sinjaleve të trupit ton, e mënyrës se si ne dëgjojmë trupin ton, është në nivelet më të larta. Sigurisht në këtë rast ne mund të konsumojmë edhe një ushqim që nuk konsiderohet i shëndetshëm, por është pikërisht ajo thirrje që trupi po e bën për këtë. Është sikur po marrim një shembull me fëmijët. Ne gjithkohë duam që fëmijët ti mbajnë pastër, mos lagen, mos bëjnë me batë etj. Në bazë të çefit ton. Në bazë të çefit ton, por çefi i fëmis, trupi i tij, zhvillimi i tij kërkon edhe të hajë bëqeren, nëse kemi vënë re. Çfarë tregon? Është një thirrje e trupit për kalcium. Rërën e plazhit. Për shembull, fëmijët e hajnë atë rërën edhe neve na duket diçka shumë tragjike. Po, ndërkohë që trupi i fëmijës është duke thritur se ka nevojë për silicë. Shumë interesant. Është mënyra që trupi doje të thoje ndoshta nënave sidomos që lërin i fëmijën nëse duan të hajnë rërë. Patjetër. Sepse e kam pa shpesh në unë për vete nuk e kam shumë problem këtë temë, sepse vërtet e di që si them ajo ndërtësira, apo si ta them ndryshe, e di që nuk është absolut e dëmshme për fëmijët, edhe unë çdo herë I kam lënë fëmijët e mi edhe të
zhagite në përtokë dhe kështu në baltë edhe sepse është pjesë e natyrës, nuk duhet të kemi diçka. Përveç kësaj, edhe gjithmonë e them edhe nënave kur më vinë në klinikë, por edhe kur bëjmë biseda me fëmijët, them lërini fëmijët të bëjnë bisë, lërini fëmijët të mora, Allah çfarë thua. Por sigurisht që po, sepse në çdo formë ti zhvillon antitrupat, ti zhvillon tek fëmia jot sistemin imunitar, dhe ai nuk është më vulnerabël në çdo lloj viroze të thjeshtë. Kështu që sa më shumë steril të jemi ne në pastërti, në higienë çmra, aq më shumë i shtojmë vetes problem. Aq më të ndjeshëm. Aq më të ndjeshëm jemi. Sigurisht kemi raste që kërkojmë gjithmonë të ëmbla. Nuk është më thjesht në nefs, pra kur ti arrin ta kuptosh sepse këtë duhet të ndaj, apo më hahet se kam uri, apo më hahet se unë nuk jam mirë emocionalisht. Një grop emocionale. Apo diçka po ndodh, por unë s'po e kontrolloj dot. Atëherë ndodh që ti konsumon vazhdimisht të ëmbla, çokoladë kryesisht. Atëherë trupi ka nevojë për magnez. Pra, është duke rënë energjia, nuk ke mjaftueshëm energji dhe trupit i duhet një katalizator, në këtë rast është minerali magnez që ti e ke nevojë. Atëherë çfarë bën? Ti kupton të situatë, bën një mineral gram të thjeshtë, kupton që minerali nuk është në vlerat e duhura, ose merr me suplemente varësisht niveleve të në gjatë, ose pastaj fillon të ushqesh edhe më mirë për ta zëvendësuar pra këtë mungesë. Ose mund të ndodhi që herë ti kërkon të kripura, tregon që raporti natrium-kalium nuk është në vlerat e duhura dhe ti ke filluar të bësh rënje të tensionit, kështu do duhet ta zhvillosh. Pra, përpara se të konsumosh diçka, pyet veten. Mate nivelin e urisë, nëse je larg një vakti, sigurisht që vlerat e sheqerit në gjakë kanë rënë dhe ti do duhet ta zëvendësosh deri në vaktin ose deri në kohën ku ti ke mundësi të konsumosh një vakt të mirë. Apo je në stres apo eustres, pra në gjendje jo të mirë emocionale apo shumë të mirë në gëzim dhe ti do të marrësh diçka, apo është vërtet një kërkesë që trupi po ta bën dhe ti duhet me të vërtetë ta dëgjosh atë. Dorita, për shembull, unë për shembull e kam pak si tipike, e di që mbas të ha ushqimin një vakt, domethënë do diçka të ëmbël. E du diçka të ëmbël. Por që sigurisht se çdo herë e marr sepse këtu më duket që trupi im e kërkon, por çdo herë marr me një masë shumë të vogël. A është kjo diçka e lejueshme apo s'është e lejueshme? Tani do ta kryej në formën e një vati. Dietologu nuk të thotë mos ha ëmbëlsira. Po, se edhe ne ka shumë gjëra të tjera sa ti ndihesh keq që të mos e hash. Do të thonë shumë në fakt reagon shumë e keq në trupin ton kur ja ndalojmë vetes, apo? Do të thonë dëshira është aq e madhe, por ti e ignoron atë nga frika që e ke. Do të thonë ti e ignoron nga frika që e ke dhe vjen një moment sekondar që do ardhë dyfishin e asaj që do kishte ngrënë, po ta kishte ngrënë çastin që po e bëj dëshiroje. Dhe praktikisht gjithmonë këtë kam thënë që e para mirë kjo e të konsumarit të ëmbëlsirave mbas një vakti vjen edhe si pasojë e traditës, se ne gjithmonë e kemi shprehur ëmbëlsira për në fund. Pra praktikisht ka ardhur edhe si një mënyrë e programuar që në fëmijëri ose ndoshta në formën e shpërblimit që na jep një sillumir që do hash një ëmbëlsirë etj. Kështu që praktikisht nuk është thjesht një dëshirë që trupi ka për ta konsumuar ëmbëlsirën, sepse po ka njerëz të tjerë që konsumojnë ushqim menjëherë, e rrisin shumë pikun glicemik, pra nivelin e sheqerit në gjakë, ai fillon të bjerë po përsëri menjëherë, dhe ti do duhet ta zëvendësosh këtë lloj piku nëpërmjet një ëmbëlsire. Po ky është një rast tjetër, kurse në rastin që ti po më referoje, unë mendoj që është kjo çështje tjetër. Dhe jam shumë dakord që në atë moment ti të konsumosh diçka. Sigurisht nuk po them në këtë pikë ti futu një torte apo ha një kek. Me mos domethënë, jo ta teprosh. Ose të zgjedhësh të bësh një zgjidhje të zgjuar, sikur mund të jetë hurma të arabisë. Kanë edhe që kemi mundësi pa mjaftueshme, domethënë pa fund. Mundësi për të ngrënë diçka të shëndetshme. Mund të bësh frutat me pak marmeladë pa sheqer që ti mund ta kesh gatuar në shtëpi. Pra ka mënyra pafund për ta zëvendësuar, për ta kënaqur veten, por nga ana tjetër dhe për t'i dhënë diçka më cilësore. Kështu që nuk është absolutisht gabim të dëgjojmë veten ose ne dim të ruajmë ekuilibrin. Në fund të fundit gjithçka në jetë është balanc, ashtu është edhe ushqyerja. Ashtu, shumë e vërtet. Po kjo domethënë tash tonë duhet ta cek pak a shumë sidomos për ato persona që mbajnë dietë, por nuk e kuptojnë gjuhën e trupit. Çfarë thua ti? Domethënë këtu dieta nuk ka shumë efekt, përderisa para pak kohësh tek klinika kisha shkruar kisha vendosur një kornizë dhe çështja unë nuk jam magjistari. Pra se njerëzit mendojnë që po ecën te dietologu, më aftë të klikoj. Po. Edhe do pësojmë, jo, dietën unë nuk e bëj. Dietën e bën pacienti. Në momentin që pacienti e sjell dikush, pra burrin e sjell gruaja se është shëndoshur, fëmin e sjell mami se është shëndoshur, në këtë rast nuk funksionon. Sepse ai personi ende nuk është gati që trupi i tij të procesojë. Do të jetë vullneti. Duhet të jetë i vullnetshëm, i vetëdijshëm dhe ta përqafojë këtë ndryshim. A e do ky individ
vidi këtë ndryshimin? A është i gatshëm? A është i gatshëm për të ndryshimin, apo është thjesht produkt i rrethanave, i ambientit, i fjalëve, i mos ndjerit mirë me veten, i të parë në Instagram modelin ndoshta herë ta shtrëmërojnë dashurinë për veten apo mënyrën se si ti dukesh. Kështu që në momentin që bëhet një dietë e cila duhet theksuar mirë që po flasim për një regjim ushqimor që përmban gjithçka dhe nuk largon ty nga jeta sociale, atëherë ti nëse vetëdijsohesh, nëse ti e dëshiron vërtet atë ndryshimin, është rruga më e thjeshtë që dikush mund të bëjë sesa eksperimentimi me pilula, me çajra, me kirurgji bariatrike apo ku diu me elektroda gjithë farësoj mënyrash të cilat jo vetëm që nuk të çojnë në rrugën e duhur, por të humbasin kohë, para dhe shumë probleme të tjera të sjellin me shëndetin në të ardhmen. Gjithçka që duhet kuptojmë është sa afatgjat është rezultati që ti po merr, sepse ka dieta të cilat për hir të hipokalorazhit mund të të rrëzojnë nga pesha, por ti mund ta marrësh të peshë shumë shpejt, ndërkohë mund të shkaktojnë probleme që lidhen me deficienca minerale dhe vitamina, gjë që nuk janë lenë. Po. E Hyrida ti tani si eksperte dietologe, si mund që tregosh njerëzve për shembull që kur ta kuptojnë që trupi po flet me ata? Si ta kuptojnë ata se tani është duke me folur trupi dhe jo emocioni? Si ta kuptojnë ata që është në mënyrë intuitive? Kuptojnë e thjesht sepse ti ke simptoma, që do të thotë ti ndjesh i lodhur, nuk e energji, lëkura nuk është njësoj, e kthjellët e pastër nuk shkëlqen, rrafet e syve janë gjithkohës prezent, edhe kur ti ke përgjumë mirë. Ke ushqim pa shëndetshëm, kur konsumon ushqim pa shëndetshëm. Patjetër, por në rastet kur ti je lodhur, është një shenjë. Pra, në këtë rast ti vërtet do duhesh të konsumosh ushqim, por aty kur ti e ke kuptuar se funksionon mirë ushqyerja, ti zgjedh çfarë vendosësh në atë pjatën tënde dhe kështu bëhet intuitive. Pra se intuitive nuk është thjesht që unë dëgjova trupin tani se po më hak në çokoladë. Intuitive është të kuptosh që unë çfarë duhet konsumoj tani që kam të dëshiroj për konsumim. Për shembull, Hyrida, kjo që shpjegove tani i vjen mindful eating, apo? Pikërisht është fjala e duhur, sepse nëse gjithë njerëzit mendojnë që procesi i ushqimit dhe të ushqyerit, pra ushqyerja zhvillohet në sistemin tretës, në fakt e gjitha zhvillohet në tru. Madje dhe studentëve në fakultet gjithmonë i pyesen ku fillon tretja, e gjithmonë në gojë. Jo, tretja fillon në mendje, sepse po të them tani limon, secili prej nesh do fillojë të ketë sekretim, pra dhe praktikisht çfarë tregon që trupi mori një sinjal për cilin do duhet të prodhojë. Dhe praktikisht në momentin që ne kujtojnë ushqimin, gjëndrat salivare, pra të mos fillojnë të sekretojnë sepse do të bëhen gati për shpërbashkim të ushqimit. Kështu që praktikisht mindful eating është fjala e duhur për të kuptuar se si mendja dhe gjithë trupi hyn në funksion për një ushqyerje të shëndetshme. Mirë. Po sheqeri dhe kafeina dhe ushqimet e përpunuara, si ndikojnë këto në vetdijen tonë? Vetdia është shumë e rëndësishme. Pra, ndoshta ne mendojmë që vetdia është një dhomë e vogël brenda në trurin ton, por në fakt jo. Ajo është një aureol. Po, vetdia është në gjithë trupin. Është në gjithë trupin, është një hapësirë në cilën ne ndodhemi dhe një hapësirë në të cilën ajo do të ndodhet tek ne. Pra ne duam vend tek ajo dhe ja kërkojmë vend tek ne. Po si ja bëjmë ne vendin e saj? Edhe duke bërë një stil jetese të shëndetshëm. Sigurisht nuk jam duke folur vetëm për ushqimin, sepse nëse referohemi stilit të jetesës, unë cilësoj gjumin, cilësoj konsumin e ujit, aktivitetin fizik, menaxhimin e stresit dhe pastaj ushqyerjen. Kështu që nëse gjithë këto shtyllat, pra këto pesë shtylla kur ndërton një shtëpi dhe se duan dyrë dhe dritare dhe vetëm. Kështu që në këtë rast, në momentin që ne konsumojmë ose bëjmë këtë lloj stili të jetesës, ne ndihmon vetdijen tonë. Po kush është vetdia në këtë rast? Është mënyra se si mendojmë, mënyra si perceptojmë, energjia që përcjellim, menaxhimi i situatave dhe pastaj kuptohet të ndjerit mirë me veten dhe me të tjerët. Ne shumicën e gjërave e bëjmë edhe për të ndjerë mirë dikush që kemi përballë, por s'mund ta bësh ti nëse ti vetë nuk ndihesh mirë, ti vetë nuk ndihesh e bukur, ti vetë nuk ndihesh në formë. Nuk mund të presësh, domethënë, është e pamundur që ti ta bësh këtë sepse duhet të dukesh kështu tek tjetri. Ti je pasqyra vetes tënde dhe kur ta shohësh veten në pasqyrë të shohësh yridën apo fishin apo kudo tjetër. Kjo është një fushë që ti je një shumë herë më mirë se sa unë,
por unë me kalimin e kohës edhe së bashku si grup që kemi qenë, e kam kuptuar se sa e rëndësishme është vedia, ndërgjegja dhe ushqyerja e mirë. Dhe sa i takon pastaj ushqimeve të procesuara, sigurisht që ushqime të cilat kalojnë në procese kimike apo në procese industriale të shumta e humbasin rëndësinë ose e humbasin kuptimin e fjalës një ushqim. Nuk është më një ushqim. Dhe unë gjithmonë them, nëse mbrapa paketimi të ushqimit, etiketa është gati më i madh se sa vetë paketimi, këtu nuk ka më ushqim. Këtu ka thjesht konservant, aditive etj. Këto ndikojnë shumë në vetdijen tonë sepse dëmtojnë atë pjesë të zorrës që unë e shpjegova, është sistemi i pavarur i neuroneve, pra sistemi enterik i pavarur i neuroneve, të cilat dëmtohen nga ushqyerja e pashëndetshme, po ai sa dëmtohet sistemi imunitar dhe më thuaj cili individ ka një vetdije të qartë apo ka emocione pozitive kur është i pashëndetshëm. Askush nuk mund të jetë në rehat kur ka një ngërç abdominal, pra kur ka dindje, kur ka fryrje etj. Jam nervoze femine sepse nuk kam defekuar, nuk kam një shigra, po jam nervoze se kam barkun e fryrë. Çfarë do të thotë kjo? Që ti ke një komunikim të jashtëzakonshëm ndërmjet trurit dhe zorrës dhe pikërisht në momentin që ti e dëmton këtë aks, këtë rrugutim, patjetër që edhe vetdia jote nuk është në rregull. Sa i përket kafeinës, këtu duhet të ndalem pak. Kafeina është e rëndësishme për trupin tonë, sikundër është edhe e dëmshme në trupin tonë nëse ajo teprohet. Kafja si bim është shumë e shëndetshme për masasit lartë polifenoleve, antioksidant pafund dhe patjetër ndikon në emocionet tona, në qëndrueshmërinë tonë, eficiencën tonë, në prodhimin tonë të ideve etj. Me radhë. Sa kam dëgjuar unë kafja sa më e zezë, aq më e shëndetshme. Nëse përzihet me qumsht për shembull, është e vërtetë. Ja humbim pak efektin, kualitetin. Përveç se humbasim cilësinë, ndoshta ndikon në mënyrën se si enzimat e qumshtit mund të mos veprojnë ose mund të mbivendosen me atë të kafes duke shkaktuar shqetësime gastrointestinale. Ajo çfarë duhet të bëjmë është të ruajmë një limit të konsumit të kafes. Trupi jon përballon 400 mg kafeinë në ditë. Praktikisht nëse përkthejmë filxhan kafe, kjo e bie sa filxhana? Po 4-5 filxhan. Po kjo nuk do të thotë që secili nga ne duhet pi 5. Dikush mund të pi 1, dikush ka një mos tolerimë dhe nuk pi fare, dikush tjetër mund të tolerojë këto të kafe. Po diku 4 filxhana që ka limiti. Që ka limiti gjithmonë varësisht nga kafeve, se kafe amerikane është tjetër, kafe macchiato është tjetër. Varësisht kafes është, por duam të themi që 450 mg kafeinë. Ama nëse shkojmë pastaj në një stad tjetër të marrjes kafeinës që janë pjetë energjike apo ushqime të tjera apo që janë me energji, që përmbajnë dhe taurin dhe kafeinë, ato kemi të bëjmë me dëmtim të sistemit kardiovaskular, neuroneve dhe gjithçka tjetër. Sa i takon sheqernave, duhet patur kujdes dhe me këtë, sepse shumica e njerëzve e shohin sheqerin si një djall, por duhet të kuptojmë që edhe një sasi e vogël prap na duhet. Sigurisht që na duhet, ajo çfarë duhet bëjmë, po edhe këtu në këtë rast duhet të zgjidhim cilësinë. Pra duhet të shkojmë ushqimeve me karbohidrate të shëndetshme, pra drithrat, bishtajat, frutat, perime që nuk përmbajnë sheqerin. Kurse sa i takon ëmbëlsuesve, sigurisht ti mund të bësh një kek edhe me aromaterapisë dhe me kumbulla ktata, zgjedhje pa fund, ka zgjedhje pa fund, ose mund edhe këtu na nevojitet vetdia me sigurisht. Sigurisht që po. Alternativa të tipit sheqer alkool si ksylitol, eritritol, stevia e kështu me radhë, por edhe se ndodhi që ne konsumuam sheqerin e bardhë, nuk është ndonjë alarm i madh. E rëndësishme është ne mos e kalojmë. Është le dëmshme prap këtu frika. Po, frika shumë e madhe se problemi. Se vlerësojmë ne. Shumë e vërtetë. Sepse ti atë një 5 gram sheqer që mund të kesh konsumuar, në momentin që mendon tani që vizat e mia kancerogjene do të ushqen etj. Me radhë, trupi kështu do të funksionojë, sepse ti ai jep komandën në këtë mënyrë. Thuhet një Coca-Cola për shembull, se gjithë kanë frikë nga Coca-Cola. Normal që kur e tepron, por thuhet që më shumë të dëmton një Coca-Cola zero që e pin me frikë, sesa një Coca-Cola original, po që e pin me komplet vetdije. Që ajo Coca-Cola thjesht do ta shijosh dhe kaq. Pra më shumë është frika ajo që neve. Po, është e vërtetë, frika është një emocion i cili nxit procese jo të shëndetshme në trupin tonë, sepse rritja e nivelit të kortizolit shkakton probleme që lidhen me nivelin e sheqerit në gjakë, dhe kështu një cikël i gjerë i gjatë që do ta duhen 12 podcaste. Sigurisht. Unë si isha ndalë duke të pyetur ty thellave me thell, se këto do të kisha dashur të pyeti a do t'ja ndalojmë fëmijëve sheqerin, po kalojnë në temën tjetër, në pyetjen tjetër. Okej. Unë para pak ditësh bëra një live në Instagram lidhur me sheqerin tek fëmijët, absolutisht nuk ndalohet, edukohet.
Momentin që ti e ndalon, e shtyn më shumë për ta kërkuar. Sepse fëmijët e duan shumë cornflakesin me qumshin. Sa është ky i dëmshëm? Apo a është i dëmshëm? Gjithmonë duhet të marrë produkte të certifikuara organike, të cilat na japin sigurinë e një produkti të shëndetshëm. Por ajo çfarë është shumë më e rëndësishme se sa t'ja japim apo të mos e japim, është ta edukojmë me rrezikun që ka konsumi i këtij produkti, sepse ti mund të thuash mos, pra gjithmonë do të thësi po. E shtyr edhe më shumë. Dhe do të shkoj ta marr. Në momentin që ai e di se unë e ëngra këtë çokoladën, por ama duhet të konsumoj dhe supër dhe perimet gjithë të tjera, ai është i vetëdijshëm dhe nëse nuk ka për të gabuar me shëndetin e vet. Shumë e mirë kjo po. T'ja u integron vetdijen edhe jo mosën patjetër. Tani, cilat ushqime na ndihmojnë të kemi një mendje më të qartë dhe të balancuar emocionalisht? Përgjithsisht kur bëhet pyetja çfarë ushqimi të ha për një situatë caktuar, unë gjithmonë them, unë nuk shtyp ushqime. Ushqimet janë ato që Zoti ka krijuar, dhe ne normalisht në punën tonë i kultivojmë. Ajo çfarë ne bëjmë është si e realizojmë ne ushqyerjen tonë në tërësi, për regjimin jonditor. Sepse shpesh mua më ndodh të dëgjoj që unë hyrja ushqim shumë shëndetshëm dhe kur unë bëj pyetësorin pastaj më thonë unë mëngjesin nuk e ha. Po drekën ama e ha me avokado, e ha me rukola. Dhe them, ky është një vakt i shëndetshëm i cili do të ndihmojë që ti të marrësh mjaftueshëm nutrient, por kjo nuk të bën ty një regjim të shëndetshëm dhe kjo nuk ta ndihmon ty mendjen tënde. Të konsumuarit mirë ushqim fillon që prej mëngjesit, ashtu siç ne hapim sy dhe zgjoni. Është e rëndësishme shumë të hajmë mëngjesit. Është vakti më i rëndësishëm nëse do ishte dorën time. Po dhe këto sigurisht diçka e shëndetshme, jo dalim jashtë. Mëngjesi ka një rregull të veçantë, themi pak specifik që është mirë të jetë ndryshe çdo herë. Pra, mos të kemi një rutinë. Përgjithsisht njerëzit kur hyrën vetë kohës kufizore, në mëngjes ka një rutinë. Një Facebook, qumësht apo kuti briosh, diku tjetër. Në momentin që ti bën vazhdimisht ndryshime në ushqyerjen tënde, ti i vendos trupit më shumë mundësi për të qenë i ulëzuar. I hapur. Sa më shumë ngjyra të ketë një pjatë, aq më shumë benefite ke ti. Dhe nëse ushqimet do të kishin gjuhë, ato janë pikërisht ngjyra. Thuhet sa me jeshile të jetë pjata aq më shëndetshëm është ushqimi, është e vërtetë apo jo? Unë gjithmonë preferoj të kemi ylberi në pjatë, sa më shumë ngjyra. Tani sa herë tash dëgjoj ylberin do të më kujtohesh ti. Po, edhe në një trajnim që kam pas, kështu e kam konsideruar të ham ylberin. Sa mirë. E kanë dashur shumë atë trajnim sepse vërtet me frutat e perimet e stinës krijuan ylberin dhe aty kupton që ky që na kuptimi fjalës së sa ndikojnë fjalët e bukura në emocionin spore. Sigurisht. Është shumë e bukur. Hyrita ndan një listë të ushqimeve që ndikojnë në rritjen e fokusit, qetësisë dhe ekuilibrit emocional. Në fakt, Fiqi, kur gjithmonë më kërkohet të jap ushqime të caktuara, unë këshillën kryesore kam konsumin e produkteve stinore. Patjetër, ekonomia është zhvilluar, tregu është i mbushur plot me produkte dhe ne në cilën do stinë mund të kërkojmë çdo lloj ushqimi që nuk i përket. Por problemi qëndron që së pari ne nuk marrim mjaftueshëm nutrientët e duhur. Pse? Sepse kur një bimë është destinuar të jetë e një sezoni të caktuar, është edhe aftë të krijojë më shumë antioksidantë. Antioksidantët janë sikur ne kemi ushtarët tonë mbrojtës në trupin tonë, pra që ruazat e bardha. Ushtarën tanë mbrojtës në trupin tonë, pra ruazat e bardha, eritrocitet e kështu me radhë këto na ndihmojnë që të jemi të fortë. Po ashtu edhe bima ka këto antioksidantët që janë komponent kimik që e mbrojnë bimën të rritet e shëndetshme. Në një produkt, një bimë, pra një perime, një frutë që është e destinuar për të qenë në dimër, do përballet me erëra të forta, do përballet me temperatura ekstreme, me shi, me breshër dhe normalisht me insekte, me gjithçka tjetër rreth. Dhe për të mbrojtur nga gjithë kjo, ajo zhvillon këto antioksidantët. Dhe sa më shumë nën këtë stres të jetë bima, aq më shumë antioksidantë prodhon ajo, të cilët janë edhe shumë të shëndetshëm për ne. Ndërkohë, një produkt, po marrim domate, e cila ti tani e gjen si në dimër, si në verë, si në vjerë, çdo lloj për momentin, ama nuk është njësoj në dimër ajo e shëndetshme sikundër në sezonin e vet. Pse? Sepse së pari ajo ka qenë është rritur në mënyrë jo të natyrshme. Është ruajtur në kontenjer apo në dhoma frigoriferike. Me diela artificiale. Patjetër dhe substanca të cilat i ruajnë bukurinë apo
freskinë se mund ta quajmë kështu. Ndaj gjithmonë them që ato që përmban sezoni, ato i shfrytëzoni në maksimum. E vetmja gjë që mund të bësh, ose le të themi diçka pak më e zgjuar por që mbetet e shëndetshme, është konservimi në forma shtëpiake, pra tushit e shtëpisë, reçelerat, vendosja në avull, apo vendosja në qese vakumi, vendosja në ngrirje. Këto janë ide shumë të mira, të cilat edhe nuk kushtojnë, por të bëjnë të mundur që ti të ushqesh me gjitha produktet gjatë gjithë vitit. Por kryesore është mbetemi tek ushqyerja stinore dhe si kundërthash, sa më shumë ngjyra në një pjatë. Po, shumë e bukur. Sot shumica e njerëzve han me shpërqendrim para televizionit, me telefon në makinë ose në nxitim. Mindful eating është një koncept që po fiton gjithnjë me shumë vëmendje. Nuk ka të bëjë me atë çfarë han, por si e përjetojmë procesin e të ushqyerit. Hyrida, çfarë është saktësisht mindful eating? Dhe si mund ta zbatojmë atë në përditshmëri? Mindful eating lidhet pak me ato që ne shpjegova pak më sipër me ushqyerjen intuitive. Mindful eating është të paturit pra ushqyerja e vetëdijshme. Po, të paturit të mendjen në proces. Praktikisht në momentin që nuk e kemi mendjen në proces, trupi jon thjesht po bën një veprim mekanik. Pra nuk është organik veprimi. Sigurisht sistemi i tretës di çfarë duhet bëjë dhe vazhdon me bën. Por truri nuk është mjaftueshëm i përqendruar për të marrë më të mirën e gjithë të procesit. Është njësoj sikur themi bëj aktivitet fizik. Gjatë këtësorit në pacientët unë i them sa aktivitet fizik bën. Dhe shumica e zonjave e grave thonë bëj sepse marr fëmijët nga shkolla, bëj pazarin ose bëj punën në shtëpi dhe themi jo nuk po bën asnjë gjë. Ky është një proces mekanik i nevojshëm për të plotësuar ditën tënde. Por jo për trupin tënd. Për trupin tënd është unë tani do shkoj të bëj ecje dhe truri programohet për të bërë ecje dhe gjithçka vjen në funksion të këtij mendimi dhe të këtij procesi dhe del jashtë mekanikës por bëhet diçka me ndërgjegje. Dhe mindful eating është po e njëjta gjë. Në momentin që ti ulesh në pjatë dhe gjithmonë në turizëm dhe gjithmonë këshilla ime është konsumoni ushqim bashkë me njerëz, sepse në ndarja e ushqimit është një ndër proceset më të bukura edhe sociale, por ndikon shumë edhe emocionalisht duke na lidhur me ta. Unë personalisht këtë çdo herë kam preferuar që kur ulemi në tryezë të jemi gjithë familja. Ka ndodhur shpesh për shembull dikush i familjes është vonuar për disa minuta e kam prit. Sepse e them unë e shoh si një bekim të madh që kemi mundësinë, kemi ushqim të mjaftueshëm. Edhe ta vlerësojmë atë apo, jo vetëm të ulemi edhe ta bëjmë në mënyrë të domosdoshme. Unë e them, ushqimi duhet shikohet edhe si një bekim. Patjetër, sigurisht. Okej, ndoshta oraret nuk përputhen, por një vakt i ditës. Po sigurisht, po. Mund të jetë mëngjesi, mund të jetë darka që mbledhemi në shtëpi pra duhet. Po në atë kohë që është mundësia, thjesht duhet shijuar me të gjithë. Edhe përveç edhe fakti që e konsumojmë të gjithë edhe emocionalisht bën mirë edhe për trupin, po ashtu bën mirë. Mund të na thuash cilat janë teknikat kryesore për një mindful eating? Së pari të kuptuarit të vetes tënde, të kuptuarit të dëshirave të trupit tënd, të formave të tua trupore, të nevojave reale që trupi jot ka dhe të dashurit të vetes, sepse ne dojmë një herë për të patur forma më të bukura, për të patur barkun e sheshtë të tjera, me radhë bëjmë edhe ekstreme të tjera që lidhen me dieta hipokalorike që dëmtojnë metabolizmin bazal, apo marrja e pilulave apo ngjitsave në barkë, çfarë lloj gjërash që përveç se nuk kanë efekt janë edhe dëmtuese. Kështu që hapi i parë është të dashurit të vetes dhe të trupit tënd, por gjithmonë me mundësinë për ta përmirësuar dhe sigurisht menaxhimi i emocioneve dhe ai numërimi, siç themi në rast të nervozizmi numëro para se të kthesh përgjigjen, edhe në këtë rast numëro para se të konsumosh dhe vlerëso nivelin e uris apo ndaja është emocionale apo jo. Është e vështirë, sigurisht nuk mund të bëhet me një klik apo thjesht të më dëgjuan, por nëse ne e bëjmë këtë punë me veten, që patjetër nuk kërkohet edhe ndihmë dhe dietologjia është ndër ato shkenca që gjithmonë e pranon psikologu, hipnoterapinë, meditimin dhe meditimi është një mënyrë shumë e mirë për të arritur deri këtu, sepse meditimi është një proces, patjetër nuk do të futem në fushë, por është një ato procese që të fut brenda vetes. Ne jetojmë me jashtë veten tonë, brenda veten ne nuk e shohim dhe nuk e njohim. Në momentin që ne futemi brenda vetes tonë, atëherë ushqyerja intuitive është gjë më e thjeshtë në mund. Hyrida, mua më pëlqen tema ose kjo pjesa kur e përfshin edhe meditimin brenda kësaj teme të dietologjisë.
sepse e di sa ka efekt edhe sa janë përputhen këto dy tema me njëra tjetrën, sepse për të qenë i vetëdijshëm, natyrisht na duhet shumë kjo pjesa të kuptojmë se pjesa meditative, hipnoza, sa ka kjo domethënie në vetëdijen tonë, edhe pjesa e ushqimit pastaj. Ushqimi ndikon në vetëdijen, vetëdija ndikon në ushqimin, janë dy tema shumë që përputhen së bashku. Këtu desha edhe unë ta them një experience timen që kam bërë me një vajzë. Ajo në një periudhë të gjatë ishte shumë keq emocionalisht dhe vetëm hante pra në mënyrë emocionale. Ajo absolut as që ishte e vetëdijshme se çfarë po i bën vetes vet. Pra, kjo është kjo pjesa kur vetëdija dhe ushqimi. Ajo jo në mënyrë të vetëdijshme konsumonte ushqim të tepërt. Dhe kështu ajo fitoi 17 kg brenda një kohe shumë të shkurtë. Pastaj ajo i shteton dhe bën një kështu ndërhyrje të mbrëmshme siç e quajti. Unë më shumë kam punuar këtu me hipnozën, domethënë, dhe ajo thjesht duke e larguar duke e zvogluar, unë i them çdo herë atë gropen emocionale, kemi arritur që ajo vërtet të vetëdijsohet dhe ta kuptoj se çka është intuita dhe çka është emocioni. Dhe ajo vetëm në këtë mënyrë, domethënë se u bë e vetëdijshme, e kuptoi çka është pjesa emocionale dhe çka është pjesa intuitive, brenda diku 2 muaj, 3 muaj maksimalisht humbi të gjitha kilot. Kjo është vërtet kjo tregon vërtet që duhet rritur pak ndërgjegjësimi edhe në popullat, por edhe ndër profesionistë, që kemi nevojë për të patur bashkëpunëtar në profesionin tonë, se përndryshe nuk bëhet. Dhe më kujtohet pak tani çasti kur kemi qenë tek seminari i sekreti, unë kam prekur dhe e kam bërë në formë në një pyetje, ku po ha çfarë po mbush, pra cilën zbrasti po mbush, që tregon jo gjithmonë ne mbushim stomakun për hir të urisë, por mbushim edhe emocionet që na mungojnë, dashurinë që na mungon. Unë pëlqej edhe pikërisht kjo pjesa që e cekë ti se ne duhet ta duam veten, ta pranojmë veten ashtu si jemi. Sepse shumë njerëz këtu qëndron edhe bash problemi më i madh, sepse këtu fillon gjithçka nga vetë dashuria. Nëse ne nuk e duam veten, nuk jemi në gjendje ta pranojmë veten ashtu si jemi, atëherë çfarë bëjmë ne? I hudhemi në ushqim. Edhe kjo është një ose do të bëjmë një cikël tjetër i cili do të na dëmtojë. Kështu që të dashurit të vetes dhe të pranuar nuk do të thotë që unë po pranoj veten, kështu do rritani një pesh. Jo, pranori të vetes është të kuptuarit të gjendjes dhe të marrit një masë e cila çon në përmirësi. Pra ti e do veten, por e përmirëson atë. Po sigurisht, po sa më shumë që e don, aq më shumë e përmirëson. Aq ushqim të shëndetshëm i jap. Është sikur një, si ta them, thjesht ta shiqojmë trupin tonë diçka si tonën, vërtet është e jona dhe ta duam atë sepse një herë do ta kemi. Patjetër, është banesa e cilën se ndrojmë kurrë. Ashtu. Luida, mund të na thuash si ndikon ushqimi i vetëdijshëm në metabolizmin tonë? Metabolizmi është energji. Ushqimi është energji, ne jemi energji, fjala është energji, për gjithçka është. Sepse kam dëgjuar njerëz që thonë e kam metabolizmin e ulët edhe nuk mund të humbi peshë. Po, një farsoj dhe mund të ketë kuptim, dhe duke qenë që metabolizmi është energji, se në fundit po flasim për kalori, patjetër që edhe vetëdija ka të bëjë shumë në të. A është edhe pa gjumësia këtu? Sigurisht që po, sa më pak gjumë të flem, aq më shumë dëshirë kemi për të konsumuar ushqim. Aq më i vogël, aq më i ulët e metabolizmi. A i vjen kështu? Jo, atëherë në momentin që ne nuk flem gjumë mjaftueshëm, nuk japim mundësi trurit dhe trupit të relaksohet dhe të fitojë të na mungon melatonina. Në momentin që ti nuk karikon energji, të nesërme do të ngrihesh se në punët nuk duan të dinë a fjete apo jo, ti do të shkosh në punë etj. Sigurisht. Dhe po shkon me një bank energjie të zbrazur, të cilën në një farë formë do duhet ta mbushësh, që o do jetë gjumi që ti e mungove, o do jetë ushqimi. Dhe ti zgjedh ushqimin, sepse është vetëm një mënyrë për ta përballuar ditën. Por kur ti zgjedh ushqimin, praktikisht në momentin që jemi pa gjumë, ne zgjedhim ushqimin që na jep energji më shumë. Dhe kush janë këto? Janë kryesisht ëmbëlsirat, karbohidratet, ushqimet e
junk food që quhen, fast food më fal. Dhe këto ushqime çfarë të bëjnë? Të rrisin një nivelin e energjisë, por shumë shpejt nivel energjie bie. Dhe ti mbetesh gjithmonë në këtë cikël, energjinë, pra bëhet një zigzag i cili del nga sigmoidja. Sigmoidja duhet të jetë diçka neutrale. Në momentin që ti bën këtë veprim, je gjithkohë duke ngrënë, energjia kur nuk zëvendësohet dhe ti përkundrazi e ul nivelin tënd të energjisë. E ul nivelin e energjisë sepse kam vrejt që shumë njerëz që i njoh për shembull që e di vërtet që janë standard në stres, i shoh duke pirë në të shumtën e kohës Red Bull. Sepse duhen gjithkohë të kemi energji të shpejtë. Lëngjet të cilat përmbajnë sheqer, të arrisin shumë shpejt energji. Okej, përveç pijeve energjike që përmbajnë kafeinë dhe tein, apo taurinë e tjerë, ushqimet lëngjet këto pjetë e fruta që janë të paketuara kanë shumë sheqer. Dhe përgjithsisht sheqeri që thuhet multivitamin, që quajnë. Vetëm multivitamin s'ka aty. I quajnë. Ka efektin që për 30 minuta të rrisin nivelin e sheqerit në gjakë. Dhe prandaj ti e kërkon, sepse dhe trupi nuk ka kohë të presi të shpërbashkojë dritin apo bishtajën, në një farë mënyrë. Prandaj edhe kur edhe trupi gutet nganjëherë. Ushqimet ne konsumojmë 30 deri në 45 minuta ngadalë për ty punë mirë. Çoja organizmit gjysmë gati ushqimin në mënyrë që ai të ketë mos mundohet sa më shumë, por edhe ti nuk mundohesh shumë. Sa ka kohë metabolizmi pastaj në momentin që ne nuk flem shumë, ne në një farë forme ulim energjinë e trupit tonë dhe duke ulur energjinë e trupit tonë në mënyrë të vazhdueshme mund të ndodhi që ulet metabolizmi bazal. Pra, jo se unë nuk fjeta mbrëm sot më ul metabolizmi, absolutisht. Por nëse unë dal nga rutina normale dhe nuk ham mëngjezin, nuk ham mjaftueshëm, nuk flem mjaftueshëm, nuk bëj aktivitet fizik, po në këtë rast unë ul nivelin e metabolizmit bazal, sepse trupi po thotë po dale tani unë për çfarë duhet të nxitoj, kur unë nuk kam proces për të kryer. Dhe normalisht dhe tiroidja që është një organ shumë i rëndësishëm për metabolizmin, më rekomandën që mos puno ti se nuk ka nevojë kaq shumë për energji dhe fillon edhe ul veprimin e saj, derisa ne vetë e çojmë organizmin të dëmtojë. Pra, nëse keni dëgjuar për sëmundjet autoimune dhe një ndërto Hashimoto e tiroides, jo gjithmonë Hashimoto vjen si sëmundje. Ne shkaktojmë atë sëmundje duke bërë të veprimin, pra duke ulur nivelin e energjisë metabolizmit bazal, duke i thënë tiroides stoppe veprimin tënd, ajo sigurisht që ka më thjesht mos punoj. Kështu që praktikisht në momentin që ti i vetëdijshëm për gjithçka po ndodh, në momentin që ti përtypesh mjaftueshëm mirë, në momentin që ti i ndihmon domethënë ti vetë trupit edhe nga pjesa nga trupin e sëmundjes. A ka këtu të bëjë diçka për shembull ushqimin në sëmundjet kronike? Patjetër, sëmundjet kanë faktorë të ndryshueshëm dhe të pandryshueshëm. Sëmundjet kronike kanë fatmirësisht një përqindje më të lartë të riskut ndaj faktorëve të ndryshueshëm dhe një ndërtosh stili jetesës. Hyrida, a mund të na ndosh neve ndoshta për dëgjuesit apo për shiqjuesit që po na shiqojnë tani një teknik e cila do t'i ndihmojë ata se si të përzgjedhim ngjyrën e pjatave tona, si ta formojmë aty lëberin e pjatën tonë. Patjetër, po që të ndajmë këtë përshikuesit më duhet të ndajmë bashkë skaletën. Okej, s'është problem. Merre me kënaqësi. Nuk jam shquar ndonjëherë për ndonjë piktore e madhe, por që do përpiqem të krijoj diçka. Supozojmë që për gjithmonë pjatën e kemi në formë rrethore. Dhe gjithë problemi është këtu na ndodh kaosi, ku dhe çfarë të vendosim. E di sepse për shembull unë njoh një person që kur shkon në market, ajo shkon çdo produkt edhe e lexon se sa kalori ka, sa domethënë për mbajtjen e tyre. Etiketat janë shumë të rëndësishme për të parë. Deri më parë ne shikonim vetëm datën e skadencës, tani do të jemi vërtet të ndërgjegjshëm të shikojmë gjithë përmbajtjen, sepse fjala sheqer jo gjithmonë vjen me fjalën sheqer, mund të vi sukrozë, mund të vi në një formë tjetër, e tjera me radhë në formën e shurupave, kështu që duhet parë. Por nga ana tjetër duhet patur kujdes dhe një sekret, po bëre mirë që më kujtove, asnjëherë mos shkoni në market të uritur. Po. Sepse në moment që shkojmë të uritur, ne jemi prej atij. Marrim gjithçka që dhe po të vinë rinë strategji marketingu nëpër markete është vendosja e produkteve të pashëndetshme fiks në ishull, sepse ti e ke shumë thjesht për ta marrë, që duke për pazar ti e ke ngrënë diçka. Por edhe merr një pavetishme, kur shkon në shtëpi thon pse mora gjëra kaq të panevojshme se në fundit nuk duheshin të gjitha këto. Kështu që gjithmonë shkoni pas një vakti ose dilni me familjen dhe përfshini fëmijët në përjet pazarit, sepse kështu ti edukon sjelljen e tij. Se do t'i themi ne ti merr këtë, në momentin që ai nuk e shef që ti po e bën, sigurisht që s'ka për ta bërë dhe dalim të keq që ta në fillim edukimi. Atëherë,
Pjata është e ndajmë si fillim në dy pjesë, në dy gjysma të barabarta. Dhe njërën prej gjysmave e ndajmë përsëri në gjysmë. Pra, praktikisht kemi 3 ndarje të pjatës. Në pjesën më të madhe, që është 50%, ne do të vendosim gjithçka spinore. Pra, fruta, perime. A kjo pjesa më? Po, këtu kemi fruta. Kur them fruta, mund të jetë arrore. Kur them fruta, do të thotë se fruta do hahen në një ushqim, jo, po mund të bësh një sallatë që po mban coca molle apo coca portokalli. Kështu, nëpërmjet nutrientëve të njëri tjetrit ne përfisim më shumë. Mund të kemi perime, që të gjetë bërta apo çfarë do të ngjyrë tjetër, sikur mund të jetë në supë e gjitha kjo. Mund të kemi këtu karbohidrate, që unë shkruaj me CHO, karbohidrate. Çfarë kemi këtu të karbohidrate, karbohidrate i matit gjithve. Këtu kemi drizra dhe bishtaja. Pra drizra, kuskus, bulgur, quinoa, amarant, mel, grur, el, tërshër, pra të gjitha këto buka, makarona, kolenhidrate. Të gjitha këto, por patjetër që duhet jenë integrale. Pra tek buka, te makaronat dhe orizi duhet të jenë integrale. Gjithë pjesa që unë përmenda janë vetë të shëndetshme. Dhe bishtaja, fasule, thjerza, qiqra, edamam, bizele, pra gjithçka që bëhet tek familja e bishtajorëve. Në këtë 50% duhet të jenë çdo herë ato në pjatë apo? Po, ky është rregulli. Që ne në pjatë duhet i kemi perimet dhe fibrat. Po themi për fibra kemi bukën, nëse kemi patate nuk kemi bukën. E kupton pra, nëse kemi një supë sigurisht na duhet buka. Pra në varësi të çfarë kemi gatuar. Është kjo shkaku që neve na mungojnë për shembull vitaminat nëse nuk i konsumojmë rregullisht këto. Sepse çfarë ndodh? Ndodh ndonjëherë që ham vetëm supën dhe lëm sallatat sepse mos shëndoshemi. Jo, ti më mirë hap pak nga supa, pak nga sallata. Të gjeta nga pak. Tjetër sepse ndoshta po ndjen ngopje, ama kështu ke përfituar nutrientet. Ndërkohë këtu sigurisht ne kemi nevojë për mish, kemi nevojë për bulmet, kemi nevojë për peshk, kemi nevojë për vezë. Pra sigurisht nuk do të jenë të gjitha bashkë, por në këtë kombinimin që ke vendosur këtu, supozojmë kemi bër bizele me bollgur. Dhe për proteinë, edhe pse tashmë e kemi formuar proteinën, për proteinë mund të vendosim mish piçi. Ose mund të vendosim. Po tek pjesa e mishit a duhet të kemi çdo herë mish në pjatë? Sepse unë personalisht nuk e konsumoj shumë mishin. Dhe bën shumë mirë. Sigurisht kur flasim për mishin e kujt duhet jemi më të kujdesshëm, rreth 2 herë në muaj për të shmangur se mund jetë kardiovaskulare, për të shmangur kancerin e rektumidas apo të zorës së trash. Kurse se takon peshkut edhe pulës, patjetër që mund t'i kemi. Është domethënë mishi i kuq rrezikus për tepria çdo gjë. E tepruar. E di si domethënë shpesh e them, sidomos te gocat, edhe kur qeshim shumë krem rrudha nazolakale. Po sigurisht. Tani s'do të qeshi. Po, ne ti krijojmë të rrudha se janë shumë bukura, nëse vin nga doktoria. Pra do të them që nëse ne e teprojmë me sasinë dhe me frekuencën e konsumit javor, sigurisht që ne kemi. Po për shembull ti e cekli se kjo pjesa e bishtajat dhe këto gjana tjera duhet të jenë patjetër, pothuajse, mos mungojnë. Po mishi nuk është problem nëse mungon ndonjëherë në pjatën apo? Nuk është problem nëse mungon, sepse ti mund ta zëvendësosh ose me peshkun, ose me pulën, ose absolutisht asnjë gjë fare, ose me kos, ose me djathtë, pra ti një lloj proteine tjetër. Sa ka kon proteinës, ne tashmë e marrim proteinën dhe duke bërë kombinimin e një drithti me një bishtaj. Por nëse do duam diçka më të mirë, më të shishme për ne, mund t'i vendosim diçka. Por nëse mungon mishi nuk është problem. Nëse mungojnë këto, patjetër që është një problem. Sepse e di që shumë njerëz për shembull e bojnë të kundërtën. Vetëm mishi mos mungoj. Kemi pak në traditë. Dhe mbetet një 25% tjetër që janë yndyrnat. Dhe këtu po flasim për yndyrnat sigurisht. Tek yndyrnat unë desha patjetër të pyes për lule diellin, yndyrën e lule diellit, sepse shoh që shumë njerëz e konsumojnë ende. Atëherë, vajrat bimor janë qes nga tema. Jo, ishte okay, ku do thoya në fakt që këtu mund të përdorim avokado, me cila mund të jetë integruar tek kjo sallata, gjithmonë sallata nuk duhet të mungojë. Pra nëse këtu kemi një pjatë çfarë kemi menduar për drekën, sallata duhet të jetë si s'bën e pranishme, ose vetë sallata mund të jetë brenda këtij 50% në formën e një ene, një tas i boll, ose që buda boll që zakonisht quhen, ku ti i ke përfshirë dhe karbohidrate të gjitha që një pjatë e vetme dhe i përmban të gjitha. Por gjithsesi nuk duhet mungojë. Pra avokadoja është një yndyrë e shëndetshme që mund të vendoset ose brenda tek ushqimi ose thjesht tek sallata. Është vaj ulliri, patjetër, mund të jetë gjalpi i fshatit organik, i cili nëse nuk e kalon 14 gram, sigurisht që konsiderohet ende i shëndetshëm. Patjetër që vajrat, pastaj vaj kokosit është i shëndetshëm, sa i takon vaj të lule
qiellit, gjithmonë nëse referohemi organikes jemi në rregull. Vajnisrit përsëri, e gjithë zhurma është bërë për hir të cilësisë që mungon tek një produkt i caktuar, certifikimit, mënyrës se si është zhvilluar industrialisht ai produkt. Sigurisht nuk mund të jemi kategorik dhe të themi që yndyrnat shtazore janë të dëmshme, yndyrnat bimore janë të shëndetshme, sepse edhe këtu është relative gjëja. Nëse unë flas për vajin e palmës, sigurisht është vaj bimor, por ja që nuk është i shëndetshëm. E nëse unë flas për vajin e peshkut, është shtazor, por ja që është i shëndetshëm. Kështu që gjithmonë duhet të marrim informacionin e duhur dhe të ndajmë pak gjërat për të mos krijuar konfuzion dhe për ta pasur më thjesht të bërë të kombinimin. Dhe ajo çfarë është kryesore si kundërtash, ushqim stimulor, nuk është fare e nevojshme tashmë që unë të kërkoj lule shtrydhe në një sezon i cili nuk ekziston. Në dimër për shembull. Patjetër, nuk ka. Sikundër ka dhe varietete që rriten, për shembull në janar ka varietete lule shtrydheve që janë sezonit. Po flasim një perime tjetër apo një kohë tjetër që nuk ka përse. Sezoni prandaj është dhe po të vëshre, ka disa ushqime enkas për një Po ajo natyra sa e bukur është edhe ajo krijon produktin e vet në atë mënyrë siç na duhet neve njerëzve. Na duhet energji më shumë në vjesht kemi të shtrenjat, na duhet më shumë mbrojtje imunitare, kemi agrume me portokallë mandalina. Pra natyra ta ka dhënë tash gati pjatën, thjesht ne nuk ne përtojmë ta bëjmë. Po, ne nuk e përcjellim. Pra kaq e thjesht ishte, e ndajmë pjatën në dy pjesë, pjesën e dytë e ndajmë në dy të tjera dhe kuptohet që kjo është pjesa më e rëndësishme e pjatës, 50%. Dhe më kot ka marrë kaq shumë rëndësi dhe patjetër uji që unë përshkruaj në formulën e vet kimike nuk duhet të mungojë. Sa preferohet uji në ditë? Sa është kur teprohet me ujë? Në fakt, nëse i referohemi çështjeve teorike, po themi faleminderit ty, teorikisht ne themi 30 ml ose 40 ml ujë për kilogram peshë trupore. Pra 57 kg ose peshë shutime, shuzim 30 ml. Vlera që del është sasia e ujit që mund të takon. Por, nëse i referohemi kësaj mund të ndodhë që një individ është 120 kg. Po. Dhe herë 20 ml aja del, ti konsumoj gjitha. Përveç se nuk ja del, ai krijon ato që quhet stres urogenital dhe dëmton veçkat në punën e vet. Kështu që praktikisht ne kemi rënë në një mesatare që është çdo orë një gotë ujë. Dhe kur flas për ujë, flas edhe për çajin edhe për lëngje të ndryshme. Pra çdo orë një gotë ujë që mesatarisht i bie rreth 2.8 litra në ditë. Okej. Kur bëjmë aktivitet fizik, na duhet më shumë, temperaturat janë ekstreme të larta, na duhet më shumë sepse është edhe djersitja e kështu me radhë, por që mesatarja është kjo. Po, shumë e bukur. Frida, me që folëm më herët meditimi edhe të ushqyerit me vetdije. Do të flasim pak për gjendrën pineale. Sa ka efekt pra ushqimi për gjendrën pineale pa përsyrjen e tretë, sepse shumë njerëz më pyesin edhe mua, "Fiqërie, si të aktivizojmë syrin e tretë pra gjendrën pineale?" Çfarë mendon ti këtu në këtë? Gjendra pineale dhe nervi vagus janë dirigjentët më të mëdhenj të gjithë trupit tonë. Pra nëse ta konsideronim trupin tonë si një ekip apo si një skuadër e një teatri të madh, do duheshin patjetër nervi vagus dhe gjendra pineale që ta dirigjonin, t'i bënin regjimin gjithçka me radhë. Pse? Sepse vetë gjendra pineale nuk është thjesht një gjendër e cila prodhon melatoninën. Ne përgjithsisht deri në sot në shkencë kemi njohur si një gjendër që prodhon melatoninën, na ndihmon për gjumin edhe deri këtu. Por në fakt gjendra pineale lidhet shumë me mënyrën se si ne funksionojmë në tërësi, mënyra se si ne mendojmë, mënyra se si prodhon disa hormone shumë të rëndësishme për bashkërendimin e proceseve në trupin tonë. Dhe ky nervi vagus pastaj është, unë edhe në fillim e thash, është si një shtyllë e madhe telekomunikacioni, e cila bën lidhjen ndërmjet organeve të tjera. Nervi vagus është dhe më gjati në trupin tonë, ai del që prej trurit, zbret në trupin tonë deri në zonën e barkut dhe aty pastaj degëzohet. Dhe kështu merr dhe jep informacion me organe të ndryshme dhe qelizat të ndryshme. Dhe është një përcjellës mesazhesh shumë korrekt, është fiks një orë zvicerane nervi vagus, që çfarë ti japësh atë përcjell. Pra ai nuk di ta modifikojë materialin. Që do të thotë në momentin që ti jep dhe trupit të një emocion të mirë, ai do përcjellë një emocion të mirë. Nëse ti jep një ushqim të mirë, ai do përcjelli nutrientët e mjaftueshëm në zorë për të krijuar dhe për të prodhuar ato metabolitët e quajmë ne të mikrobiomës, butirati, propionati, kemra, acetati, të cilët ndihmojnë prodhimin e serotoninës. Dhe normalisht që tu ka të shumë dhe gjendra pineale. Në momentin kjo do të thonë që ne edukojmë atë në bazë të mendimeve, të ndjenjave, çka i japim,
hormonin patjetër, por edhe ushqyerja e mirë ndihmon gjendën finale. Duke qenë hormonet kanë natyrë proteinike dhe normalisht duhet të kenë një cilësi të lartë të konsumit të ushqimeve, që jo patjetër është proteinë, është një tërësi, është kombinim sikundër e thash në skica e mëparshme. Dhe në momentin që ne konsumojmë ushqime të cilat kanë aroma të tipit erza, fibra, pra fibrat ndihmojnë për rregullimin intestinal dhe për prodhimin e hormoneve, por kryesisht erzat janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e gjendrës spinale. Dhe normalisht kur bëjmë edhe medikime apo hipnoza apo aromaterapinë, gjithmonë vendosim aromë lavando, aromë rozmarine, të gjitha këto e ndihmojnë gjendrën spinale të aktivizohet. Por kuptohet që kur flasim për terapi, aromaterapia apo meditime të tjera është një tjetër gjë, kur flasim për ushqim është një tjetër gjë. Ama, por unë them shpesh këtu sepse shumë njerëz duan e shoh që përqendrohen shumë në pjesën e meditimit, duan të kenë edhe hipnoza, por që nuk përqendrohen njëkohësisht edhe në ushqim. Dhe unë këtë e them çdo herë, vetëm të meditosh, por në anën tjetër të mos konzumosh ushqim të shëndetshëm, prap nuk po bën në një farë mënyre asnjë gjë, sepse nuk ka balancim. Pikërisht, ama të dy, pavarësisht se duken si të ndara, të dyja së bashku e ndihmojnë gjendrën finale. Dhe normalisht ushqimet e freskëta, ushqimet jo shumë të procesuara, ushqimet të cilat nuk vinë të skuqura, largimi i margarinës, produkti konsumi i pijeve vegetale, domethënë jo se jam kundër qumshtit, absolutisht nuk jam kundër bulmetit, por vjen një moshë rreth të 30-tave ku trupi nuk fillon ta tolerojë më laktozën dhe rekomandohet marrja e qumshtit të sojës që shumë i pasur me izoflavon, por ndërkohë ndihmon në rregullimin dhe zinxhirin dhe boshtin hormonal në tërësi. Prandaj themi që gjendra finale nuk është thjesht prodhuesi melatoninës dhe cilësisë së gjumit, por është një rregullator i shumë hormoneve të Ka një tjera. domethënë mjaft madhe. Po, dhe patjetër çështja e syrit të tretë, pavarësisht se duket si fjalë spirituale, tashmë shkenca e ka pranuar dhe trupi ynë është vërtet një, si do ta quajmë, nuk di, si një burim i vërtet i frekuencave, siç themi për radio në frekuencë, edhe trupi jonë të konsiderohet si një radio dhe duhet të gjesh frekuencën e duhur pa bërë interferencë apo edhe pa bërë zhurmë. Kështu që ta bëjmë këtë, duhet patjetër vendosim një ekuilibër ndërmjet jetesës, mendimeve të duhura dhe pa diskutim ushqyerjet të shëndetshme. Ndoshta ne në momentet se thon po mirë, jam po hakovi, nuk bëhet më një herë, asgjë nuk bëhet. Sigurisht, bëhet kur ti e bën në rutinë. Pra kur trupi jot të jesh i disiplinuar. Duhet një lloj disiplinimi. Dhe në momentin që ti disiplinohesh, e ke edukuar trupin tënd që edhe kur ti ndonjëherë del nga kjo rutina që do, ke rezerva me një farë mënyre. Po përveç asaj kur trupi nuk është ta do më këtë gjë, është sikur dikush ka lënë alkoolin, nuk është që ja do trupi njësoj apo duhanin apo diçka tjetër. Imagjinoni të heqësh gjithçka të pashëndetshme nga rutina jote, sikundër as nuk jam duke thënë, futuni në kuti kristale dhe mos digni. Sigurisht, absolutisht. Jo, po edhe më herët se sheqeri nuk do të ndalohet total. Absolutisht. Ne do dalim të konsumohet gjithçka por në mos. Po. Kjo është. Rita, para se flasim pak edhe për librin që e ke sjellur ti tani më para ndalot, që është një super libër dhe që e them që patjetër duhet të lexohet ta ketë sidomos çdo grua, vajzë të në shtëpi. Dhe isha ta bëj një pyetje me që folëm për qumshtin, intoleranca. Sepse e shoh se çdo herë më shumë po shfaqet ky farlloj problemi tek njerëzit. Ndoshta një përgjigje të shkurt këtu, çfarë mund të thuash? Duhet patur kujdes, patjetër që duhet kuptuar mirë a kemi intolerancë apo jo, sepse në një farë forme është duke abuzuar pak në mënyrën se si ekzaminohen intolerancat. Sigurisht ekzistojnë ekzaminime adekuate të përshtatshme për secilën intolerancë, por kuptohet që duhet ditur çfarë dhe në çfarë grade e kemi për të eliminuar produktin. Supozojmë laktozën, nëse është një intolerancë një grade të parë eliminohet për një kohë caktuar dhe gradualisht fillohet përsëri me të, nëse është gluteni po përsëri pas bërjes së transglutaminazës me gjak, ne kuptojmë çfarë grade e largojmë dhe rivendosim atë, në varësi të situatës, sikur ka situata të patolerueshme, sikur është celiakia apo të tjera probleme që lidhen me glutenin, ku ti nuk duhet konsumosh në kategorike gluten, por kemi kujdes nga informacionet e tipit kam intolerancë nga majaja, kam intolerancë nga kungulli, nga kastraveçi, këto nuk ekzistojnë, aq më pak nga majaja, e cila është një gjallësë që në temperatura të larta ku vendoset buka në fund, normalisht ajo nuk ka më veprim, nuk ka jetë, nuk ka se si ndodhi që të bëjë intolerancë, është tjetër gjë, fryrja është tjetër gjë. Kështu që ekzaminimi në kohën e duhur
në mjekun e duhur dhe marrë informacionit në vendin e duhur. Kjo e bën më thjesht përballimin e çdo situate dhe parandalimin e shumë sëmundjeve. Dhe sa më pak fokus, unë e them çdo herë, sëmundjes dhe çfarëdo lloj tjetër, domethënë gjërave që nuk na shërbejnë për të mirë. Fokus në ushqim të shëndetshëm dhe në vetdije. Libri Parandalo është vetëm ta shiqosh, duket shumë i bukur, dhe sidomos vlerat më brenda tij. Uroj shumë që sa më shumë vajzat të vedisohen dhe të marrin librin tënd në dorë dhe ta lexojnë, jo vetëm ta marrin në dorë, por ta lexojnë, sepse gjëja më e bukur që mund ta bëjmë vetes është kur rritemi, vedisohemi dhe zgjedhim librat në mënyrë të vetëdijshme. Patjetër. Faktikisht ka ardhur si një ëmbëlsirë po ta shikosh, por e shëndetshme. Dhe nëse ne e hapim librin në të dyja krahët, shohim se sa shëndetit. Pra, ku jemi në Parandalo, në mënyrë që ti të mos shkaktosh një problem si kundër është kanceri i gjirit që ndoshta jo gjithmonë merr jetë, por të prish cilësinë e jetës, dhe në fund kemi një trup të shëndetshëm ku e kemi parandaluar, sepse shëndeti nis me parandalimin, pra në mënyrën se si ushqejmë. Kjo më pëlqen shumë vërtet, sepse vërtet shëndeti nis me parandalim, sepse shumë njerëz mendojnë që duhet të kenë diçka për të filluar me ushqim shëndetshëm, kështu që ne duhet të jemi të kujdesshëm përpara se të fillojmë. Patjetër, dhe për këtë unë falenderoj shumë edhe ty edhe Vjosën, të cilat ishin bashkëpunëtarë të këtij libri dhe nëpërmjet materialeve tuaja kanë dashur që audiencën ta njohë edhe në një mënyrë tjetër të shërimit, që nuk është thjesht medikamentoze apo mjekësore, por është edhe shërimi i vetes nëpërmjet të menduarit apo teknikave të tjera. Kështu që ne mendoj që ky libër vjen komplet ndryshe nga gjithçka tjetër, nuk është thjesht mjekësor, është shumë miqësor madje, edhe na bën ta kuptojmë edhe më shumë sëmundjen dhe ta luftojmë ne atë dhe ajo ne. Unë paka shumë e di se si funksionon, por mezi ku pres vërtet ta lexoj. Atëherë të dashur shikues, erdhem në fund të këtij epizodi që e kishim me të dashurën Hrida Bashën. Me Hridën sot kuptuam që shëndeti, ushqimi nuk është vetëm ushqim, por është diçka shumë e shëndetshme. Është më tepër se kalori dhe dieta. Ai ndikon shumë pra në mendjen, në emocionet tona dhe në nivelin ton të vetdijes. Hrida, unë nga zemra të falenderoj që s'pari gjete kohën të vish këtu në këtë emisionin apo në podcastin tim e dritë mbi mendjen, sepse vërtet kemi nevojë për këshilla të tilla siç i ndori ti sot me neve. Diçka për shumë ndoshta do të na shtosh për shikuesit tanë? Është vërtet shumë kënaqësi, për shikuesit do të kisha këshilluar që të mos i humbisnin episodet e podcastit, sepse dritë mbi mendjen duket sikur do të flasim vetëm për çështjet psikologjike, por në fakt dritë mbi mendjen është një term i cili duhet të thon vetes çdo ditë, sepse nga ty lind vetdia, edhe nga vetdia lind edhe shëndeti dhe gjithçka tjetër. Kështu që unë të uroj pafund suksese dhe jam shumë e bindur që do ta kesh. Edhe shihemi në episode apo projekte të tjera. Patjetër. Patjetër. Si që tha edhe Hrida, unë dua që sa më shumë dritë të shpërndajnë. Tani unë ju uroj një mbrëmje të qetë dhe mbajeni mend. Ushqimi është një mesazh që i dërgon trupit tënd, zgjedh me mençurinë.